Përshëndetje, mirë se u gjej. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan dhe sigurisht e nisim me një urim për javën që sapo ka nisur, qoftë mbar për gjithë ju. Dhe ne në fakt sot do ta nisim me një homazh, le të themi. Në fakt i dedikohet pikërisht regjisorit të madh të kinematografisë shqiptare, Dimitër Anagnosti, i cili u nda nga jeta pikërisht në 1 shtatorin e vitit që lan pas, por që pikërisht në datën 23 janar në ambientet e Universitetit të Arteve, ose është quajtur Universiteti i Arteve ndoshta edhe për hir të kohës së tij edhe gjithë kontributit të tij, pikërisht është zgjedhur kjo sallë për t'i dedikuar atij një moment mirënjohje, nderimi dhe pa diskutim shprehje admirimi të jashtëzakonshëm. Erdhi kjo nga të gjithë miqt, kolegët, bashkëpunëtorët, por mbi të gjitha nga bashkëshortja e tij, artistja e madhe Roza Anagnosti dhe 2 bijat e tij, të cilat e kanë kujtuar dhe nderuar me mall dhe me shumë dashuri. Ishte një natë shumë e veçantë në fakt, dedikuar poetit të filmit, kështu është quajtur, Dimitër Anagnosti, në 90 vjetorin e lindjes së tij, sepse pikërisht kjo ka qenë data e shënuar dhe jubileu në një farë mënyrë do kishim dashur shumë që ai të kishte qenë mes nesh në këtë 90 vjetor, por që miqtë dhe kolegët sigurisht që nuk kanë munguar për ta festuar dhe për ta nderuar atë dhe në këtë datë të rëndësishme. Ne kemi qenë me kamerën tonë gjithashtu aty, e kemi ndjekur të gjithin, ndaj ju ftoj të ndiqni kronikën në vijim. E shohim tani. Një mbrëmje plot emocione, art e kujtime, erdhi si një tribut për të kujtuar ikonën e kinematografisë shqiptare, poetin e filmit, Dimitër Anagnosti, si homazh në 90 vjetorin e tij të lindjes. Përmes filmave ikon, vargjeve, momenteve dhe kujtimeve nga jeta e tij, mbrëmja e veçantë, dedikuar kineastit të rrallë shqiptar, u zhvillua me 23 janar në ambientet e Universitetit të Arteve. Sjell me nismën e veçantë të familjes së tij, e sidomos të bashkëshortes, aktores së njohur shqiptare Roza Anagnosti, e cila kishte edhe rolin e udhëheqëses artistike, e padyshim më emocionuar se kurrë nuk mund të fshihte mallin për të. Ka qenë një privilegj për mua që kam rrugtuar me të 61 vjet. Krijuam artin ton dhe një familje të bukur me vajzat tona, nipat, mbesat dhe një të kam në mendje dhe në zemër përjetësisht. Të emocionuara 2 vajzat e Dimitër Anagnostit, Juna dhe Era Anagnosti, kujtuan babain e tyre si shembull dhe frymëzim. Është ajo që thotë dhe babit e intervista, të ngelesh edhe pas jetës fizike. Dhe ai sa duket arriti e ka bërë dhe kjo e tregojnë veprat e tij, po dhe kjo gjithta njerëz që erdhën një forë fjalë të bukura. Është një natë shumë emocionuese sepse s'kam shumë që e kam humbur babin, po kjo moment është me vërtet një testament, domethënë i përjetësisë së tij. Sjell në regjinë Driada Dervishit, përveç fragmenteve të filmave ikon të Anagnostit, të cilët u shfaqen gjatë mbrëmjes, emocione të forta, dhuruan me interpretimet e tyre, aktorët e mirënjohur shqiptar si Ndriçim Xhepa, Raimonda Bulku, Marjeta Ljarja, Rita Gjeka, Myzafer Zifla, Luli Bitri, Kristian Koroveshi, të cilët i dhanë zë vargjeve të poezisë së tij nga libri i fundit, Treni ADN. Largësia nuk na ndan. Bashkë do jemi për gjithmonë, ti imash e ne ekran. Një kujtim shumë i bukur për profesionin e tij, për talentin e tij të rrallë, për familjen e tij shumë të bukur, për gjithë kolegët ishte diçka shumë emocion, shumë njerëzore, shumë profesionale. E kam provuar në të 2 sheshet e punës, si thosh, edhe në sheshin filmik edhe në sheshin skenik.
Kjo është kënaqësi që kam punuar me të, edhe prandaj edhe s'kishe se si pse duhet mungoja sonde. Të punoj me anagnostin ishte një prallë që të nderonte gjithë jetën. Ne që kemi bashkëpunuar, kemi mbresa, kemi kujtime, kemi një respekt të jashtëzakonshëm dhe do ta mbajmë në zemër dhe në mendje tërë jetën tonë sa të kemi. Unë Dimitrin e kujtoj me një respekt të jashtëzakonshëm. Ne duhet jemi krenar për këtë trashëgimi. Anagnosi është nga ato monumente që vitet do ta ngrejnë pjedestalin e tij gjithmonë më lart, për arsye se ka qenë një krijues shumë i gjerë në artin e tij. Një jetë në kinematografi, një jetë me art, Anagnosti ka frymëzuar shumë breze aktorësh dhe regjisorësh shqiptar. Është një kontribut i rëndësishëm në artin shqiptar, në kulturën shqiptare, pa diskutim kinematografi, por siç e pamë edhe sot është edhe një letrar i mirë, është i shkrimtar i madh. Kuptoj se sa me fat kam qenë që kam luajtur në një nga filmat e Dimitër Anagnostit. Dashuria ime për kineman vjen pikërisht nga ai bekim që më ka bërë ai tek Xholeka Birja Basit. Është një njeri i cili e meriton jo kaq, po edhe më shumë që të kujtohet. Më ka prekur gjithë karriera, pastaj vepra e tij e shkruar, pastaj vepra e tij kinematografike. Uniteti i atij çifti unik, si Roza e Dimitër Anagnosti, i ka dhënë një pasaport unike teatrit edhe në mënyrë të veçantë kinematografisë shqiptare. Dimitër Anagnosti ndorroi jetë në 1 shtator të vitit që lan pas, në moshën 89 vjeçare, por ajo çfarë ka lënë pas, do të vazhdoj të jetoj në çdo film, në çdo skenar e në çdo varg, si trashëgimi e tij për artin shqiptar.